Zonja Ademi, faleminderit shumë që jepash me ne sot. Faleminderit për ftesën. Gjatë ditës së djeshme kam pasur shumë kujdes gjatë këtij raportimi kaq të ndjeshëm. Normalisht gjithmonë duke e pasur në mendje secilin familjar i cili pret një përgjigje përditur se çfarë ka ndodhur me më të dashurit e tyre. Zonja Ademi, si jeni sot? Nuk e di cila ditë është më e rëndë se tjetra. Ashtu janë ndjenjat e përzime. Edhe ndonjëherë kur mendoj që thëm fatëparsisht let prim fati që let jetë aty 100% grupi i intelektualve prej 20 vetëve në këtë proces, në këtë gërmim. Mendoj ashtu mirë, po kur kujtona edhe një farë mënyrë unë e kom bindë vendën që është që aty, atëherë kom dhimbje, kom mërzi, kom direktor pas ka pas punë e atina me mendu për ata që a është gjallë apo i vdekun. Zonja Ademi, e kuptoj emocionin e rënd që ju e përitoni në këto momente, edhe pse ende nuk kemi identifikimin e atyre